nevoja për të zhvilluar ndeshjet natën, që e bën UEFA, e bën sepse ndeshjet duhen të marrë të mërkurën ndeshjet europiane, dhe bën natën që njerëzit ikin nga puna. Por nuk ka asnjë nevojë që një ditë shtunë ti thuash natën apo një ditë tjetër thuash natën. Sepse nëse ti luan një ndeshje Tirana Partizani ditën e diel dhe nis ndeshjen 8 darkës, fëmijët përfundojnë në shtëpi 1 natës, nesër me kanë punë etj në shkollë. Ndërkohë që kultura angleze, kultura gjermane, kultura skoceze, deri diku dhe italiane njëri kohë, ndeshjet tuaj ditën, e nga shtëpia shkon orën 3 lun atje. E dyta, pra problemi parë është orari. Nuk e di si spanjolli që luan Barcelona Real Madrid orën 4 drekës. Ka shumë raste. Ka mbaruar drekën në fundjavë. Ditën nuk kam pasur. Ditën nuk ka pasur. Familjarët kanë Një mbaruar traditë shumë e bukur. Ditë diele, dile nga shtëpia, dilje, atëherë nuk e di. E dyta që për mua është shumë e rëndësishme është cilësia e njerëzve që është në stadium. Njerëzit ankohen për çmimet e larta të biletave, por ndonjëherë çmimi i lartë i biletave diferencon edhe cilësinë në stadium. Një person i cili paguan 20-30 euro për parë një ndeshje, një event futbolli, nuk e ka aq thjesht bëhet defensa huligan dhe të rrezikoja bën në stadium etj etj. Dhe e treta që është kryesorja PR-i për mua le shumë për të dëshiruar. Njerëzit këtu pothuajse nuk e dinë që ndodhin eventet. Dhe që nuk po ndodhin më njëherë, por nuk e dinë që ndodhin dhe me drejtë edhe vini thotë se do të shkojnë në stadium. Kur përveç se okay, nuk është problemi. Digitalbi ka qenë një nga kompanitë që kanë ndihmuar të mërësisht shumë për komunikimin e kampionatit shqiptar. Kam qenë pjesë e gjës, por ne nuk mund të ishim Ajo ishte një pjesë, por support.